Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe kjo është letra që është taksur për ju sot. Është prifti i lartë, të dashur dy qelsat simbolikë tregoj njohurinë dhe një hyrjen në një të vërtetë më të thellë. Mesazhi i kësaj letre është udhëzim, traditë, mësim, zbulimi të vërtetave më të larta përmes strukturës. Të them, jeni në një pikë kur keni nevojë për udhëzim nga dikush më i ditur. Kur them më i ditur, jo që nuk jeni të ditur, por që ka gjithmonë dikush që ka provuar këtë gjë para jush. Dhe në atë kuptim e them, udhëzim nga dikush më i ditur ose që duhet të udhëzoheni nga duhet të udhëzoheni nga të tjerët. Mund të gjeni përgjigje jo në rrëmuj, por në rregull, disiplinë dhe strukturë, në kuptimin asaj tradicionale. Po afroheni një faze ku njohuritë shpirtërore të dashur Luan, besimet personale apo mësimet e jetës do t'ju çojnë në një vend të lartë, më të lartë vetdije. Kërkoni dashur Luan, kërkoni udhëzimin nga një mësues, në kuptimin asaj që di mund t'ju për çfarëdo që keni nevojë tani, mentor apo autoritet të besuar. Mos shpikni asgjë, por mësoni nga tradita dhe eksperiencat që kanë funksionuar më parë, që thash ka ecur dikush përpara jush në atë rrugë. Të respektojmë rregullin dhe strukturën edhe nëse zakonisht e ndjekni intuitën. Të ndani urtësinë, ndoshta ju me të tjerët, nëse vetë jeni në rolin e mentorit apo mentores. Qelsat të dashur Luan që po kërkonin nuk janë shehur, janë në duart e dijes, duart e asaj që tashmë janë provuar, disiplinës dhe atyre që kanë ecur më përpara në këtë rrugë. Të dashur, do të thotë ajo që jeni duke kërkuar e keni në dorë. Qelsat i keni ju. Do thotë ose duhet të bëheni vërtet mentor, të ndihmoni dikujt tjetër apo të kërkoni ndihmë nga dikush që tashmë ka ecur në këtë rrugë dhe aty është përgjigjja e atyre gjërave. Nga që është dy dhe qëllimi i dy qelsave është që dhe ju dhe dikush tjetër, sikur një bashkëpunim për të zgjidhur këtë situatë apo për t'ia dalë, për të fituar, çfarëdo që të jetë, është në dorën e dikujt që ka ecur tashmë në këtë rrugë për t'ju ndihmuar.